Shumë faleminderit për ju, faleminderit për mikpritjen, na kemi ardhur shumë nga larg, nga Londra, kemi ardhur edhe vite tjera, edhe çdo herë, po kemi ardhur me pushime, sikur çdo vite, punojmë shumë sakrificat maja, edhe tashi a hopso të Zotit që ka ardhur një ditë që t'i bashkohemi vëllezër mota shqiptare për të drejtat e tyre, për çdo gjë, për lirinë e tyre, edhe hec sa më marr, edhe jemi ne gjithmonë këtu për çdo gjë, për të mirë, për të keq, rrim në diasporë, por zemrën e kemi në Shqipëri, ju dua shumë, rrof Shqipëria e lirë. T'i dhënë një mesazh qartë qeverisë që ka ardhur momenti për t'i dhënë Shqipërisë atë që meriton, për t'i dhënë Shqipërisë një parlament të zgjedhur nga populli dhe jo nga kryetarët e partisë. Jemi këtu për t'ju bashkuar dhe nuk do të ndalohemi deri në dorëheqjen e Edi Ramës. Qeveri teknike dhe zgjedhje të parakohshme. Ato çfarë i kemi lënë mes në vitin 1991 duhet t'i realizojmë në 2026. Qeveria teknike që do të drejtojnë atë për 12 muaj duhet të mandatohet. Një, që ta çojnë vendin e zgjedhje dhe të ndryshojmë kodin elektoral nga kod elektoral proporcional në kod elektoral proporcional kombëtar, i cili garanton dhe bën të barazvleshme votën e çdo shqiptari, nga Saranda në Tropoj, nga Korça në Shkodër. 2. Duhet him me listat hapura, sepse ajo çfarë kemi parë tani këto çojnë jeni çerë, të çojnë shërptor në parlament, të cilët çojnë kartona dhe ulin kartona, edhe kur votohen në parlament ligje, të cilët janë në dëm të shoqërisë dhe dheut. Ne duhet të çojmë në parlament deputet të cilët kanë principe dhe moral, deputet të cilët munden me kthy parlamentin parlament vlerash në parlament funksional.